Emrimi i Petar Bogojevskit në pozitën e udhëheqësit të Agjencisë për Fondet Arsimore Evropiane ka ngjallur reagime të shumta mes partive politike në vend. Bashkimi Demokratik për Integrim dënon ashpër vendimin e qeverisë për të emëruar Bogojevskin udhëheqës në një institucion që ka për qëllim të afrojë të rinjt me vlerat europiane e jo t'i ofendojë dhe t'i poshtrojë ata. Sipas integristëve, emërimi i një personi i cili tër karrierën e tij publike dhe politike e ka ndërtuar mbi fyerje dhe nënçmime ndaj shqiptarëve, paraqet provokim të drejtë për drejtë. Veçanërisht ironike dhe tragjike është që ky individ ka qenë objekt i kallëzimeve penale pikërisht nga partitë e vlenit në qeveri dhe sot me mbështetjen e tyre shpërblehet me një funksion udhëheqës. Ky akt është një sinjal i qartë. Fyerjet ndaj shqiptarëve jo vetëm që nuk sanksionohen, por edhe shpërblehen me pozita shtetërore. Ky është një mesazh i rrezikshëm se kushdo që dëshiron të ndërtojë karrierë politike, mjafton ta poshtrojë popullin shqiptar. Integristëve u është përgjigjur partia e Petar Bogojevskit koncepti Maqedonas. Sipas tyre, BDI-ja kundërshton emërimin e Bogojevskit në këtë pozitë sepse është kundër politikanëve që luftojnë dhe punojnë për interesat e popullit Maqedonas. Thonë se BDI i do politikanët Maqedonas që bëjnë pazare dhe shesin interesat nacionale kombëtare për para. BDI edhe njëherë tregon se agjenda e saj politike nuk ka për qëllim bashkëjetesën, reformat dhe integrimet evropiane, por mbrojtjen e interesave personale dhe mbrojtje nga ndryshimet e ardhshme. Kur BDI sulmon dhe kritikon dikë, është lavdrim. Kur na sulmon partia më e korruptuar në Maqedoni dhe më gjerë, ne dim se jemi në anën e duhur. Ka reaguar edhe koalicioni Vlen. Ata pyesin sepse BDI-s nuk i kanë penguar qëndrimet anti-shqiptare të Bogojevskit kur ishin në koalicion zyrtar me Gruevskin dhe Mjalkovin. Vlen ka një pyetje edhe për Talat Xhaferin. BDI-ja para se të turprohej kështu nuk e pyeti Talat Xhaferin se si Bogojevski ishte këshilltar shtetëror në Ministrinë e Mbrojtjes, pse BDI-s nuk i kanë penguar qëndrimet e tij anti-shqiptare kur ishin në koalicion zyrtar me Gruevskin dhe Mjalkovin. Ndryshe nga kjo klikë e humbur opozitare e BDI-s, ne nuk ankohemi kur gjërat vështirësohen, por luftojmë për korrigjimin sistematik të gabimeve. Petar Bogojevski është kryetari i partisë Koncepti Maqedonas. Muaj më para i kishte lëshuar një sër akuzash në adresë të kryetarit të Kuvendit Afrim Gashi, po edhe liderëve të tjerë të koalicionit Vlen. Në publik, Bogojevski njihet edhe për qëndrimet e tij anti-shqiptare të shprehura publikisht në çdo platformë ku i është dhënë hapësira.